Mbrëma qytetar Tiranës, mi mbrëma qytetar të Fierit, mi mbrëma qytetar të Shqipërisë ku do që ndodheni, në Shqipëri dhe diasporë. Më vjen zorë që vison dhe këtu, për arsye se kam qenë më të çuna të rreshtuar. Halli po më detyrojmë këtu, se profesor Sali Berisha më kap derën, dhe halli do ta djoni vetë. Ky Milian Rapushi, vi nga sektori Seman i Fierit, si çdo qytetar vi me drejt banimin Tiranë. Arsyet. Nuk erdha për detyrë, detyra ishte dyta, primarja, mos smur familja, mos smur djali. Djali me diabet, ndërsa familja ti bie sa më shkutër, u smur nga skenat episodet që mendeqyri, kaloi epilepsi Parkinson. Me kalimin e kohës, bën 2 vdekje klinike. Që do ta kujtoj, një herë ka shtuar jetën ky burr, profesor Saliu, borxh me jetë. Një herë Arjan Hamiti, asnjë lloj interesi. Jo që si ka kërkuar kafe çunit, po e ka mbajt 20 ditë në kom me të ngrënë me të pirë. Tani, ku është problemi? Për arsye objektive, unë nuk ndodha kur vdi djali. Dhe filloj nga baza, nga doktori familjes, me shumë edukat, vi nga shkollë serioze, nga shkollë policie, ku kam demonstruar kulturë, burrni, devotshmëri, kemi pas shef strikt, betim mbi kushtetut, jo njetro, jo pislik, jo politizim. Këto u xheruan. Filloj nga doktoresha e familjes, deri te Nën Tereza, ping-pong futboll. I them shefit pavionit, prej tiks po ja za emrin. Po profesori do t'ja them dhe në organet kompetente ta denoncoj. I thash të lutem, më thë diagnozën e çunit. Jam babaj biologjik. Ai vuri duar këtu gjithë tangëllik, të ti këtu, burrit këtu. Qarë do tha? Thash diagnozën e çunit. Nuk e baj mend. A thertorash këtu thash? Po ja filani mor thash. Kur të ka dhënë numrin e doktor profesor Sali Berisha, ty të ka shtuar. Dhe i bëri check-up-i për 20 sekonda. Ika, vete drejtorinë e spitalit, më kyshet porta. Telefonatat, mos të vijej. I them një polisi privat. Të lutem zotni, të lutem, si për babaj për fëmijën. Se nana është e paralizuar tani, ka i ka mendje për halle serioze. Jo, tha, nuk do marrë shtakin. Vete në çdo vend, vete te mjekësia ligjore, si institut ligjor, ti bje sa më shkutër. Mos e vendi ke i si punë, më respektuan. Nuk figuron këtu, tha. Qa na doli? Njoftimi zyrtar, mua mjepet çunit 25 i vdekur. Ndërsa, atje ku marrë i letër Bakalli, me i vull, që edhe veteriner nuk e lëshon, thoshe data i se një. Po, çdo njëri tjetë 4 ditë, ku ndodhe çuni? I them drejtorit mjekësisë ligjore, të lutem o drejtor. Po jo me Ilia nuk ka thot. Ku të vete, ku të mbytem? Takoj Klevis Balliun. Rastësi i them këtu. Dhe i drejtojmë Tedi Blushit, borxh me jetë Tedi Blushit. Dhe respekt për Ilir Metën. Sho që më thot, si e ke halli këtu, janë të vërteta, vërtetoj. E ngriti parlament, në kuvendin popullor Shqipërisë. Në kuvendin popullor. Me plashim të ndojt, që tha respekte për familje, tjerë të lukokën. Ardit Rapushi nuk e shkopil ferrash. Ka nën, ka baba, ka shok, ka në shpinë e madhe. Të gjithë si qini këtu. Qa ndodh tani, do t'i bje shkutër dhe do mundon të maroj. Kur doktor Sali Berisha, ishe kryeministër, unë i kam rrit letë, një SMS. Një SMS me telefon patatina shku e kam dhe sot. Kjo është pasurie ime dhe i biciklet që ma ka lënë shoku çunit. Jam kuthret jam meti. Profesori më thot kështu, do të dërgoj njeri për 20 minuta kardi nga të stafit. Erdhi shefi, nuk ka nevojë thaj. Ka marrë takim me profesor Feçor Ragaçen. Profesor se ju një mjek të dy, ka marrë me ju. Çfarë bën profesori? I ndron check-upin. I ndron dhe analizat. Dhe mjekimin dhe më ndihmon me bazë ushqimore. Dhe ardit i shpoj. Ju të jetës normale, kandidat për oficer policie, futbolist, inxhinier me 5 gjuhë. 35 vjeç po e ha dheu. Dhe që për një ditë bukur 2023 profesor Saliu, kur kishte darë gjilë lartë zitë, për halët e veta. A i thot, doktor, a dali një fotografi? Po, thot, kush jeni ju? Unë jam Arditi që më shpëtove jetën. Doktor, to të gjitha se po më thatë goja, janë të SMS e çunit. Është ka fshat që nuk gëlltitet.
Mua sot e Klodia Bravo më ka pëlqyer, nuk I bëjmë servil. Edhe ata të tjerë, do t'i lutem me ndihmën tuaj, ta sqarojmë çik të muhabet. Nuk më pushon shpirti. Fal atij të blushit, fal juve kërkoj ndihmën morale. Nuk e gëlltis. Nuk se nga kushtet e tronditjes psikike ka kaluar neuroz. Ky është shteti këtij burri këtu. Ky është kur ka vdek Arditi, ky kam në avion, pinë verë, po lëre më verën. Kam telefonuar deputetët se jam duke mbaruar, më falni, deputetët e zonës. Më mbylli telefonin. I kam bërë SMS, nuk më kthe përgjigje. Aslan Dojani ka dalë në kuvend. Familja Lira Rapushit sos në rrezik po vdes. 3 famra nga do ministrat e këtij. Dolën aty, shikoni filxhana, se di çfarë bënin. Po pretik të paktën. Problemi serioz, përfundova në ekstrem. Prandaj mora kurohen, as jam me parti, as më shty njeri. Llafet më dalin nga shpirti. Edhe e fundit fare. Kjo ministre e qashtë e shinesisë se di, e ka rjedit super mafioz. I ka hegjur me pakte që quan ato. Të gjitha ka fut hajdute në bërrethe. Po zë një ros profesor. Në lushje kam parë me sytë e mi, nuk jam detektiv. Ajo punojnë se e merte të posa me zorë, e vizë të lekt dhe i fuste në gjep. Do t'i them me gjitha, me fakte, me prova. Qa banë mor burri dhe djetojmë, nuk po të kërkoj gjë o doktor, vetëm diagnozë lexueshëm çunit. Ju falenderoj, rrok populli shqiptar, rrok Partia Demokratike, rrok profesor Sali Berisha. Nuk kam e qëtë, ju dua gjithë, respekte. Mirëmbrëma qendrëstar, njerëz të lirë. Mirëmbrëma doktor Berisha. Mirëmbrëma të gjithëve shqiptarëve kudo që janë. Sonte nuk duhet të flas për hallet e partive. Do të flas për hallet e shqiptarëve. Shumë prej jush më njihni, po, unë jam demokrat I viteve 90. Sot flas si bashkëshort, si prind, si fermer dhe si qytetar që kam parë padrejsinë nga afër. Kam ardhur të them realitetin dhe jo slogane. Kam ardhur të flas për shëndetësinë, arsimin, bujqësinë dhe pensionistët, pasi jam vetë pensionist. Shëndetësia falas, një gënjeshtër e madhe. Shqiptarët paguajnë çdo vit taksa për sigurinë shëndetësore, si të thuash me detyrim. Po kur vjen sëmundja, shteti zhduket, avullon. Askush nuk ndihmon dot, përveç nëse ke para në xhep. Spitalet tona janë mbushur plot me korrupsion dhe bosh me dinjitet. Nuk pyet njeri sa vite ke paguar sigurime. Pyet vetëm sa para ke në xhep. Në korridoret e spitaleve sot jeta e njeriu të vlerësohet më pak se një faturë private. Mjekët e ndershëm, ata që u futën në profesion për të shpëtuar jetë, po ikin nga ky vend. Jo pse se s'duan të punojnë, por sepse s'duan të bëhen pjesë e pisllikut. Të mësojnë të bëjnë para me shëndetin e pacientit. Ata që kanë mbetur, shumë prej tyre e shohin pacientin si burim fitimi. Trajtimi nuk matet me nevojë, por me çmim. Jeta e njeriut është kthyer në treg. Unë e di këtë nga afër. Gruaja ime fatkeqësisht kaloi sëmundjen e rëndë të kancerit, me tension dhe me aritmi. Nëse unë do të mbështetesha tek mjekësia falas, sot ajo nuk do të ishte gjallë. Unë shita gjithçka që kisha për ta shpëtuar dhe fal Zotit sot është në këmbë. Kjo nuk është histori personale. Kjo është akt akuzë kundër një sistemi që I le njerëzit të vdesin në varfëri. Parat për shëndetësi nuk munguan, u vodhën.
nga pushtetarët ku gjysma janë në burg dhe gjysma janë në akuzë. Ndërsa ne shesim çdo gjë për jetën e njerëzve tonë, ata ndërtuan pasuri me gjakun tonë. Shqipëria nuk duhet të falsoj vetëm fjalën shëndetësi, duhet të falsoj veprën, duhet të ndaloj vjedhjen dhe të shpëtoj jetë. Arsimi është shembur, jo nga nxënësit, nga sistemi. Sot treken që familje mësues shtet është shkatruar. Familja dorëzohet, mësuesi është i vetmuar dhe shteti zhduket. Fëmijët e politikanëve shkojnë në shkolla private me makina të fundit, me udhëtime jashtë shtetit, ndërkohë mësuesi i ndershëm shkon në shkollë me biçikletë. I pambrojtur, duke u friksuar nga nxënës që pina shash, mbajnë thika dhe shpesh dhe armë. Sot në shkollat tona ka përleshje mes të rinjve, ku ka patur dhe viktima. Dhe çfarë shteti? Policia shpesh mbështet agresorin dhe jo viktimën. Mësuesi hesht nga frika, nxënësit e mirë kërkojnë rrugë tjetër, prindi i ndershëm dorëzohet. E ardhmja e dijes po shkon drejtim perëndimit, sepse atje dia dhe disiplina vlen. Këtu në vend të dijes vlerësohet pazari, influenca dhe lidhjet. Shqipëria që harxhon për shkollat, por nuk mbron mësuesin, nuk mbron nxënësin dhe nuk vendos rregull, është një vend që po përgatit errësirën e të ardhmes. Arsimi nuk është kosto, është themeli i çdo shoqërie të fortë. Bujqësia në Shqipëri sot është një histori e braktisur. Fermeri është lënë vetëm, pa mbrojtje, pa treg, pa dinjitet. Toka tona po mbeten djerr, fshatrat po zbrazen, ndërsa ushqimi që mund të rritet këtu po importohet nga jashtë. Fermeri punon gjithë vitin me çmim nën kosto. Ndërmjetësit pasurohen dhe prodhuesi varfërohet. Nuk ka vizion, nuk ka orientim, nuk ka mbrojtje. Në letër flitet për bujqësi bio, për produktet vendore, por faktet flasin ndryshe, sepse produktet importohen dhe pas një lloj kontroll sigurie. Askush se ndihmon fermerin. Një vend që harron bujqësinë, harron sigurinë ushqimore, harron traditën dhe jetën e fshatit, pa bujqësi të fortë nuk ka ekonomi të qëndrueshme, nuk ka punësim, nuk ka shëndet. Fermeri s'është problemi, ai është zgjidhja. E vërteta është e thjeshtë. Nëse toka jon nuk punon, ky vend nuk do të ngrihet kurrë. Pensionistët, unë jam pensionist, kam punuar 42 vjet dhe nuk më del pensioni. Punoj në një ullisht të subvencionuar nga qeveria Berisha. Sot kemi falimentuar, sepse shteti s'na përkra në asnjë drejtim. Unë nuk punoj për të pasuruar, punoj se nuk më del pensioni. Pensionistët paguan sigurime për të gata, punuan në shi, në vap, në fabrika, në tokë, ndërtuan këtë vend dhe sot shteti i u kthen shpinën. Ndërsa pushtetarët rrisin rrogat, jetojnë në luks, bëjnë jetë të shfrenuar, mjaft më. Duam pension dinjitoz. Pensionisti është bëjsëmuri edhe për vetë moshën, por edhe i pambrojtur. Ilaçet e rimbursuara nuk gjenden dhe ato që gjenden janë të skaduara. Spitalet kërkojnë para, pa para nuk ka shërbim. Sa pensionistë kanë humbur jetën sepse nuk kishin mundësi të kuroheshin. Kjo ka një emër, krim social, një shtet që po shtron pleqt është shtet pa moral, sepse sot jemi
ne pensionistët, nesër jeni ju, pas nesër fëmijët tanë. Respekt për pensionistët. Shqipëria është e qytetarëve. Dhe po ju them qartë nga ky shesh, kush nuk respekton pensionistët, nuk meriton të qeverisë Shqipërinë. Këto fjalë nuk janë urrëtie, janë fakte. Dhe e vërteta sa do të dhëm, duhet thënë, sepse një popull që hesht përballë padrejtisë bëhet pjesë e saj, dhe një popull që flet nuk trembet, nuk shitet, nuk ndalet. Nëse dëshirojmë ndryshim, fillon me zërin tonë, me drejtësi dhe veprim. Prandaj, mjek, infermier, mësues, pedagog, nxënës dhe student, fermer dhe biznesmen, ejani të bashkohemi, të dalim në shesh, të hedhim këtë kalpësirë në koshin e plerave të historisë. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, i nderuar profesor doktor Sali Berisha. Për më shumë se 12 vjet Shqipëria qeveriset nga e njëjta forcë politike, Partia Socialiste. Në themel të ideologjisë saj qëndrojnë politikat sociale dhe premtimet për mbrojtjen e shtresave në nevojë. Por le të shohim realitetin me faktet verifikueshme. Çfarë ka ndodhur me pensionistët, grupin që përbën 30% të popullsisë gjatë këtyre viteve? E krahasojmë me evolucionin e pensioneve mesatare nga 2013 a 2025 me vendet e rajonit. Kosova nga 45 euro në 150 euro për këto 12 vjet. Në Kosovë janë ndruar 5 qeveri. Në Maqedoninë e Veriut nga 180 euro në 340 euro, me rritje 160 euro, rreth 2 herë. Ka ndryshuar 7 qeveri. Në Malin e Zi, nga 280 euro në 525 euro, rritje absolute prej 245 euro, afërsisht 2 herë. Në Malin e Zi janë ndruar 5 qeveri. Bosnia e Hercegovina, nga 185 euro në 370 euro, rritje absolute 185 euro, ka ndryshuar 4 qeveri. Shqipëria, pensionin mesatar urban nga rreth 140.000 lek, në 190.000 lek, ose 54.000 lek, 50 euro shtes vlerë absolute, ose 38%. Ka qeverisur e vetme qeveria në këto 12 vjet dhe ka filluar dhe mandatin e 4. Ndërkohë, buxheti i shtetit është dyfishuar nga rreth 4 miliard euro në 2013 në 8 miliard euro sot. Nëse buxheti është rritur 2 herë çdo zë i shpenzimeve, përfshirë pensionet duhet të kishte ndjekur të paktën të njëjtin ritëm, por kjo nuk ka ndodhur. Ky fakt domethënës hedh poshtë çdo propagandë për arritje. Po parat ku kanë shkuar? Parat kanë shkuar në skemat PPP abuzive, check-up, sterilizim, incinerator që marrin para por nuk funksionojnë, as edhe nuk ekzistojnë. Te tigrat e Vlorës që nuk kanë punuar asnjë ditë, te tendrat e rrugëve të Florinta që shemben çdo ditë si dhe shërbime me korrupsion të thellë. Nuk duhet të harrojmë që kanë shkuar edhe tek grupet kriminale, që kanë kontrolluar institucione si Akshi e gropat të ngjashme. Si thoshte Gysi, nga 2 milion euro bëjmë 4, dyfishon tenderin me miliona euro si kur t'ishte nga një rrogë në 2 rroga. Këto nuk janë perceptime, janë fakte reale dhe lehtësisht të verifikueshme. Përfundimi është shumë i qartë. Qeveria ka mbledhur taksat, ka dyfishuar buxhetin, por nuk i ka adresuar parat tek nevojat e qytetarëve, sidomos tek pensionistët, por drejt interesave private dhe abuzive. Kur një qeveri nuk ka frikë nga ndëshkimi me votë, sepse zgjedhjet manipulohen ose blihen, ajo nuk ka asnjë arsye të sillet me përgjegjësi ndaj elektoratit. Parat publike shkojnë aty ku i shërbejnë pushtetit dhe jo popullit. Në vendet e rajonit, rotacioni i shpeshtë i qeverive ka sjellë përgjegjësi më të lartë dhe zhvillim më të mirë për qytetarët. Te ne, bllokimi i rotacionit politik përmes manipulimit dhe vjedhjes ka bllokuar edhe zhvillimin e vendit. Së fundmi, ka një përpjekje të vazhdueshme për të bindur opinionin publik se Sali Berisha ka monopolizuar opozitën. Kjo tezë nuk ka bazë logjike. Qeveria është një entitet unik dhe i vetëm, prandaj ka kuptim të flitet për monopolizim të pushtetit, ndërsa opozita nuk është një strukturë e vetme.
Ajo është një hapësirë e hapur pluraliste me 10 parti dhe alternativa opozitare që garojnë lirisht. Dikush që nuk pëlqen Berishën mund votojë pa problem për parti tjera opozitare, edhe ato nuk janë pak. Por një qytetar opozitar që nuk pëlqen Berishën nuk mund votojë kurrë për qeverinë pushtet, sepse kjo do të ishte kundër bindjeve të tij themelore. Dikush mund pretendojë se ky lloj opozitari thjesht nuk del në votime, por faktet tregojnë të kundërtën. Numri i përgjithshëm i votuesve që kanë dalë në zgjedhje ka qenë pothuajse i njëjtë në 2021 kur Berisha nuk kandidonte për kryeministër dhe në 2025 kur ai kandidonte, me një diferencë të vogël prej vetëm 2000 vota. Pavarësisht e migracionit, kjo tregon se baza opozitare nuk është zhdukur për shkak të doktor Berishës. Logjikisht, partia që ka fituar zgjedhjet dhe që akuzohet për manipulim dhe vjedhje të tyre për të ruajtur pushtetin, ka interes të godas figurën më të besueshme të opozitës. Pikërisht Sali Berishën. Kjo strategji ka sens të plot, duke e paraqitur atë si pengesë ose si monopol. Devijohet vëmendja nga problemet reale të zgjedhjeve dhe nga abuzimet e pushtetit. Të gjitha këto narrativa që përpiqen të vendosin fajin të opozita nuk janë gjë tjetër veç se përpjekje për të fshehur manipulimin, abuzimin me resurset shtetërore dhe vjedhjen e zgjedhjeve, siç kanë theksuar dhe raportet ndërkombëtare dhe të vëzhguesve të pavarur. Prandaj bashkohuni protestës së 28 shkurtit, të hapim rrugën e zhvillimit dhe të përgjegjshmërisë, për një Shqipëri ku paratë e taksapaguesve shkojnë tek qytetarët dhe jo tek xhepat e pushtetarëve. Faleminderit. Mi mbrëma qendrëstar, mi mbrëma qytetar të lirë të këtij vendi. Korrupsioni ka emër, korrupsioni ka firmë, korrupsioni ka zyrë dhe është pikërisht këtu mbas nesh. Zyra dhe firma e kryedutit të Shqipërisë. Prej vitesh kjo qeveri ka kthyer zhvillimin në një mekanizëm përfitimi për klientelën e saj. Projekte të mbyllura në zyrë, tendera me dyrë të blinduara, plane urbane që nuk konsultohen me askënd, por që shërbejnë për një grush të privilegjuar njerëzish pranë pushtetit. Kjo skemë sot po zbatohet në Durrës. Në emër të zhvillimit, familje të tëra përballen me fadromat, pa transparencë, pa garanci, pa ndjeshmëri njerëzore dhe pa respekt për pronën private. Qytetarët po trajtohen si pengesë dhe arrestohen me urdhë direkte hajdutit në krye të shtetit, vetëm se i thonë në sy të vërtetën që e dim të gjithë, hajdut. Ndërsa interesa klienteliste trajtohen si prioritet kombëtar. Sot ne duhet të mbrojmë të drejtën për të jetuar të lirë në pronat tona, pa frikën se një vendim i marrë në zyrat e pushtetit do të na nxjerrë në rrugë. Në emër të projektit TID, qeveria po tenton të fshijë me një firmë jetat e 10 familjeve. Ky nuk është zhvillim, kjo është arrogancë. Zhvillimi nuk bëhet duke shtypur qytetarinë. Zhvillimi nuk ndërtohet mbi lotët e familjeve. Zhvillimi nuk bëhet për klientelën dhe miqtë e pushtetit. Sot banorët e Durrësit po mbrojnë jo vetëm shtëpitë e tyre, por mbi të gjitha një parim që shteti nuk mund të sillet si pronar absolut i jetëve tona. Dhe ndërkohë që qytetarëve u kërkohet të sakrifikojnë gjithçka, promovojnë projekte si Durana Park apo TID, që thjesht dhe vetëm mbushin xhepat e oligarkëve dhe rrënojnë qytetarët. Ne jemi këtu për t'i thënë qeverisë, mjaft me projekte të errta, mjaft me vendime mbi kokat e njerëzve, mjaft me korrupsion dhe pazarën e korrupsit qytetarëve. Banorët e Durrësit nuk janë numër në një plan urbanistik. Janë prindër, janë fëmijë, janë histori, janë sakrificë. Ne jemi në krah të tyre dhe zëri ynë do dëgjohet, sepse qytetaria bashkon pushtetit fillon të dridhet. Kisha edhe diçka të fundit për kreun e kryedutë. Drejtësia nuk negociohet. Prona nuk grabitet dhe Durrësi nuk shitet. Faleminderit. Dhe tani e ka fjalën kryetari i Partisë Demokratike profesor Dr. Sali Berisha. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme. Ndaj jush, misionar të pamposhtur, të shpëtimit të Shqipërisë, misionar të pamposhtur, të qëndresës ndaj një regjimi që vjedh, varfron, poshtron, përzën nga Shqipëria, çdo orë, çdo ditë, qytetarët e këtij vendi. Nuk ka vendim më fisnik, nuk ka ideal më të lartë se sa beteja kundër këtij regjimi
kundër kësaj të keqe që ka ngërthye trupin e Shqipërisë. Dhe një përshëndetje të veçantë për ata 10 mijëra protestues që shtruan 20 shkurtin e 2026-ës në kryengritjen paqësore më të fuqishme që ka njohur Shqipëria pas 20 shkurtit të vitit 91. 20 shkurti 2026 ishte dita e triumfit tuaj. Ishte dita e triumfit të idealeve demokratike. Dita e triumfit të guximit qytetar. Dita e triumfit të përgjegjësisë së qytetarëve shqiptar ndaj vendit tyre, ndaj kombit tyre. Ishte dita në cilën Tirana e tërë ishte në durë të qytetarëve. Dita që të merroj këte klik, këte organizat kriminale të kryesuar nga Edi Rama, e cila në krimet e saj që ka krye, meriton shekuj burg dhe dënime. Miqtë e mi, sot në komisionin e mandateve Faqezi Manja i thot se kjo Lubia nuk ka kryer një krim kaq të rënd sa të arrestohet. Përgjigja ishte ligjore. Kjo Lubia me manveprat e saj penale shkon në minimum 36 vite burg. Por ju garantoj këtu se ato manvepra nuk janë më shumë se 1/10 e krimeve të Lubis, të Edi Ramës dhe të kriminalëve tjerë në qeveri. Një mik më thoshte sot, doktor, uroj që qytetarët të kuptojnë që ajo që shohin me rrugët, që shemben njëra mas tjetrës, që shemben çdo ditë, që shemben sa po ndërtuara, që shemben si të shem rruga Dragoshtun Prenjas, vetëm nga gryrja e lumit dhe prishja e bazamentit, që ka 3 ditë që ka izoluar të gjithë juglindjen e vendit. Kjo shembje është e njëjtë në shtetësi, është dhe shumë herë me dhimbshme në shtetësi, sepse në shtetësi janë jetë njerëzish që ikim, janë jetë burrash, grash, të rish, që shuhen për shkak të mungesës mjekimeve, për shkak të ilaçeve pa efekt, për shkak të vjedhjes së parave, të ilaçeve për të smurt, për shkak se duhet paguajnë qimet e kokës për të marrë shërbimin shtetësor. Nuk them se ishte në një nivel të përsosur shtetësia më parë, por disa gjëra janë të pamohueshme, disa gjëra janë të pakundërshtueshme. Shqiptarët pagunin vërtet dhe atëherë nga xhepi, por pagunin 30%,
të asaj që shpenzonin për shtetin e tyre. 70% e kishin nga shteti. Sot paguajnë 60% nga xhepi. Sot paguajnë më shumë se të gjithë qytetarët tjerë në Europë. Por, përsëri, ndryshimi është i madh. Ilaçet i mirnin të njëjta me ato që mirnin vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Në tokën shqiptare, në trullin shqiptar nuk tregtohej kur ilaç që nuk shitej në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Sot ilaçet janë nushi, doshi, nushi. Sot ilaçet janë të skaduara pa efekt, janë mashtrim dhe vetëm mashtrim. Sot ilaçet shpëtimtare për jetën e smurëve me smundje të rënda mungoj. Krim kundër njerëzimit është ky miq. Sepse një lloj si parat e rrugëve vidhen dhe vetëm vidhen. Shkollat. Ja vetëm një shifër. 25.000 kompjuter kemi lënë në të gjitha shkollat e vendit. Janë zhdukur pa shnam, pa nishën, pa gjurmë, të vjedhur nga patronazhistë të rilindjes. Ç'a ndodh tani? Tani Baxhua i këtij, një kriminal, fiton tendrin për të pru kompjuterët dhe i shet shkollave një kompjuter 10 herë më shtrenjtë se sa kompjuteri që shitet në magazinat e Vjenës, Parisit apo Berlinit. 10 herë. Pra, kjo është organizata kriminale me të cilën ne përballemi. Kjo është organizata kriminale të cilën ne duhet ta hedhim në lan. Miqtë mi, edhe një gjë do u them shqiptarëve. Atyre që hezitojnë, që të keni frikë, është normale dhe në qoftë se s'dilni nga frika, ne do bëjmë gjithçka ta vrasim frikën, se kjo është misioni ynë. Por, burra dhe gra, djemë dhe vajza, përveç frikës, për një njeri të ndershëm, pavarësisht nga bindjet e tij politike, pavarësisht nga bindjet e tij fetare, nuk mund të ketë kur shkak tjetër që të mos dalësh në rrugë dhe të përballesh me këtë regjim. Nuk mund të ketë asnjë pretekst, asnjë arsye. Nuk mund të jetë kur ky pëlqim apo ai mos pëlqim. Se të keqe të tillë Shqipëria nuk ka patur ndonjëherë pas Enver Hoxhës. Se kjo e keqe e përgëzoj zotërinë që numëroi këtu rrogat dhe pensionet. E kam thënë dhe e them me 10 herë. Pensionet tuaja, rrogat tuaja, në 12 vite duhet ishin rritur minimumi 3 herë, siç faktoj që janë rritur në çdo vend tjetër. E ndigjuat, pensioni ishte rritur 50 euro në 12 vite. Jo, në qoftë se marrin për bazë çmimin e ushqimeve, të shportës, të atyre që janë më të domosdoshme. Nuk është 50, por është minimumi 100 euro.
Në qoftë se marrim për bazë rritjen e çmimit të ilaçeve, vetëm këto ditë, ilaçet janë rritur në stratosferë. Atëherë, pensioni, jo që s'është rritur, por raport me çmimet, ka pësuar rënje të madhe. Po kështu janë rrogat. Po jo rrogat e ministrave, jo rrogat e zyrtarëve të lartë. Ato janë rritur. Ato janë nërme të larta në rajon. Ndaj dhe miq, çfarë mund të them sot? Së pari ja dolem me revoltën tonë, me kryemëritjen tonë, ne mbrojtëm nderin e Shqipërisë, mbrojtëm nderin e shqiptarit, mbrojtëm dignitetin e shqiptarëve, dignitetin e Shqipërisë. Ne i thamë mbar botës, vërtet, kemi një kryeministër super hajdut, që përdor të gjithë pushtetin për të mbrojtur zëvendësen e tij vjedhës, hajdute. Por këta nuk janë shqiptarët. Shqiptarët janë ata që mbushin rrugë dhe sheshet, shqiptarët janë ata që do t'i rrëzojnë. Nuk është as pak kurreshtje, ju garantojnë ju. Nuk është as pak krahësi fakti që kryengritja jonë paqësore transmetohet në mënyrë të rrëfeshme në mbar botën. Transmetohet në mënyrë të fuqishme. Ipet me dashamirësinë më të madhe, me komentet më pozitive. Ipet duke damkosur Edi Ramën dhe Luvi Ballukun në çdo emision, në çdo radio, në çdo televizion të Europës dhe të botës. Si hajdut, që zdorzohen po mbrojnë vjedhje që kanë bërë. Por miq, nuk është e rastit që Edi Rama thirret me urgjencë në Bruksel dhe i thuhet shkarko me njerë Luvi Ballukun dhe jo me rikompozim të qeverisë, por ta shkarkosh për përgjegjësinë që ka. Ti heqish imunitetin dhe ti hapish rrugën drejtësisë. Deshta zjaste se ky ka një ky po të ketë burr më të neveritshëm të Olin se këtë nuk ka. Ky bëhet legend, langaraq. Ju s'mund ta imagjinoni. Ju nuk mund të imagjinoni aktet e turpshme që bën ky. Ky e ka me borx. Ju them unë ju, edhe pse po ju ashtu. Unë isha kryeministër. Dhe kur më vjen mua, po diskutohej për problemin e zgjedhjeve lokale. Dhe më vjen vjen i ngarkuri me punë i Bashkimit Evropian në zyrë. Dhe unë po diskutoja për çështjen. Kur i bie telefoni më thot mua, mund të thotë zoti Rama, mund të flas me te? Shkoj në zyrën tjetër dhe fol me te, po jo këtu s'ke pse flet. Doli dhe kthehet. Thot, zoti Berisha, thot, ai është shtri për tokë, është shtri për dhe. Thot, foli pak një fjalë. I thash le të vdes aty, se si flas as një fjalë, se unë e njihja. Po, prisni një minutë. Levi tu them unë ta marrim me shqiptar. E ti çfarë bën ky? Langaraq. Ky ju jep darkën tjerëve dhe shkon e bie në gjuj. Ky turp. Shkon e bie në gjuj. U thot se, se kështu e përpiqet me çdo kusht, por asgjë. Karton në zi ka. Karton në zi. Absolutisht.
as me rënjë në gjuj, as me puthje qizme se kamsh, kë nuk shton më kur. Ja u them këte miq. Ja u them këte. Ishte në Washington, e pat. As një njeri nuk e priti. Ja refuzuan çdo kërkesë. I refuzuan çdo kërkesë. Duke thënë të gjitha këto, do të them dhe një gjë tjetër. Gjithçka varet nga ne. Kush Edi Ramën nga ajo zyrë nuk e nxjerr përveç nesh. Nuk vjen njeri të nxjerr. Jemi ne. A ka provokim më të rëndë sa i që bën sot? A ka provokim më të rëndë? Sot, prokurorët, pas 3 muajsh, në kundërshtim me ligjin, kushtetutën dhe çdo gjë, u lejuan të paraqesin kërkesën e tyre. Dhe sot, hajdutët, përsëri, përkundër qëndrimit të deputetëve tanë, njeri nga ata tha, unë abstenoj. Po mirë, i thonë, absteno ti, atër jemi 5-4 dhe vendimi është i qartë që komisioni kërkon heqjen e imunitetit, saj dhe arrestimin. Pas 5 minutash, Taulan Balla, i cili, më gjoni pak, kur është vetëm me të huaj, një fjalë në mbrojtje nuk e thot për te, për kundrazi. Kur është me tjerë, bën avokat e saj. Thot, jo, thot, ne nuk kemi dakord me propozimin tuaj, propozimin demokrat. A ishte propozimi prokurorëve. Demokratët po pranonin propozimin e prokurorëve. Dhe dolen nga komisioni pa votur. Do pyesim grupin. Po kushtetuta thot se vendimin e merr komisioni, nuk e merr grupi. Po këta s'kan as ligj, as kushtetut. Pra, kush do heq imunitetin e asaj? Qytetarët shqiptar të shtudhen në ora 6 e gjithë Shqipëria kundër Edi Ramës, imunitetit e Edi Ramës, për arrestimin e Edi Ramës, për largimin nga pushteti. Rrofshiu, rrof Shqipëria. Faleminderit.